Shikoni, thyrja e zyrës është akt politik dhe nuk bëhet fjalë për sendin, bëhet fjalë për cënimin e një zyre elektorale gjatë fushatës elektorale. Kompjuteri, për ata që i njohin zgjedhjet, përmban listat e sigurta të votuesve të demokratëve, i cili është informacioni i PD-s dhe është në duart e kundërshtarit. Tani ta shohin të gjithë ata që besojnë tek Bashkimi Evropian, të gjithë ata ambasadorët e OSBE-s, ta shohin edhe SPAK-u, pasaportën europiane. Zoti kryeministër, unë e di që ju jeni njëri banal. Unë e di që çdo hajdut në Shqipëri është i lidhur me ju. Si në Sarandë, në Shkodër, në Durrës, në Elbasan, ju jeni prisje hajdutëve. Keni qenë që te gjyshi e deri te ju. Ju jeni vetë banaliteti. Të jeni sigurt që është kënaqësia jonë si Parti Demokratike të shtypim njerëzit banal. Kjo që keni bërë sot, duke të cënuar degat elektorale, është një akt i turpshëm, është një akt burracak politik, por është një gjë që vetëm na vërteton që çdo hajdut në Shqipëri, çdo kriminal në Shqipëri është mik i juaj. Thirrja ime është për demokratët që të qëndrojnë, thirrja ime është për qytetarët e Elbasanit të Shqipërisë të qëndrojnë dhe të kuptojnë që në BE nuk shkohet me xhepista e me thyrje xhamës. Faleminderit ju.